Një ngjarje e rënë tronditi Durrësin dhe jo vetëm në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, kur një sherr për kafe në mori jetën 2 të rive. Ora shënonte 1:30 në një lokal pranë një karburanti përballë komisariatit policisë në Manës, ku 2 të rinj, Arjanit Kurti 23 vjeç dhe Daniel Pepa 21 vjeç, ulën në tavolinë dhe kërkojnë kafe kamarierit. Kamarieri Alteo Pepa ishte ulur me Flori Paluçin, 33 vjeç, dhe i thot 2 të rive se nuk mund të shërbente kafe, pasi ekspresi ishte i fikur. Kjo i ka irrituar të ri dhe sherrri mes tyre ka vijuar me ofendime dhe sharje. Sipas dëshmisë së kamarierit, në këtë moment e ka ndërhyr Flori, i cili ka thënë që ti nuk mund ta fyesh pasi kamarieri është ulur në një tavolinë me mua. Pas këtij momenti ka nisur debatet verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas dinamikës paraprake rreth orës 1:45, i pari që ka qelluar ishte Flori Paluçi, i cili ka vrarë Arjanit Kurtin, dhe më pas Daniel Pepa ka qelluar duke lënë të vrarë Paluçin. Dyja vrasjet janë shënuar jashtë ambienteve të lokalit. Pas nisjes së sherrit të brenda në lokal, policia thotë se ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për zbardhjen e ngjarjes dhe për kapjen e autorit, ndërsa pikpyetja që ngrihet është se si ka mundësi që në Shqipëri jeta vlen më pak se një kafe.